që dini, Partia Demokratike ka marrëdhënie të ngushtë, bashkëpunim të ngushtë me CDU dhe Bundestagun, janë miq të shkëlqyer të cilët i kanë dhënë një ndihmë të çmuar në opozitë në qeveri, në kohrat të mira dhe kohrat vështira Partisë Demokratike. Diskutuam gjërësisht për këtë bashkëpunim dhe njoha mitin e çmuar në të gjitha zhvillimet në Shqipëri me shndrimin e procesit zgjedhor në fazë elektorale nga Edi Rama, në përqendrim në gjitha pushteteve në thuar të një njeriu, në rolin e jashtëzakonshëm të drogës, informova se në Shqipëri, në dallim nga Gjeorgjia dhe Bielorusia në Big Brother, si që është atje, por Big Brother këtu është drogë, dhe Big Brother janë lanët e drogës, të lurvaj dhe kreuën me duzës, të gjithë të ranë dakord që të intensifikojnë bashkëpunimin në interesin më të mirë të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili, theksoj dhe njerë, duhet të jetë një proces i bazuar në merit, sepse vetëm një proces i bazuar në merit është interesi absolut i qytetarëve shqiptarë. Është interesi absolut më i mirë i qytetarëve të Bashkimit Evropian. Një Shqipëri epicentër operacionale e organizatave kriminale të rajonit të Europës dhe të botës, si që cilësohet në disa raporte të Departamentit të Shtetit, është një rrezik real për paqen dhe sigurinë në Shqipëri, në rajon dhe në gjë. Ndaj dhe kushtet për vendimin tim, dhe jemi dakord të mi, duhet të jetë një proces i bazuar në merit, çka ekzistojnë të gjitha mundësit, por jo me Edi Rama. Edi Rama është garant dhe udhëheqës kryesor i planeve të drogës në Shqipëri. Pra, ishte një diskutim i frutshëm dhe duhet ta falenderoj dhe Sa i kishë të Olden? Në mjesë. Tani, do të dim një gjë. Bundestag është parlamenti që, si që dini, ka ndjekur në mënyrën më serioze dhe më të përgjegjshme, por edhe dashamirëse, do ta them këtu, procesin e integrimit të vendeve tona të rajonit në Bashkimin Evropian. Pse dashamirëse? Sepse edhe në kohrat e skepticizmit më të madh, ky institucion nuk ra në një skepticizm të tillë, por përkundazi insistoi dhe insiston që ky proces të vazhdoj i bazuar në veritë. Ju kujtohet ju, mendoj se plani i tyre, kërkesat e tyre, për 18 pika për Beogradit, kanë qenë një dokument do ta quaja historik, të cilit në qoftë se Serbia do të ishte përmbajtur, do ishte sot absolutisht antare Bashkimit Evropian. Plani për 15 pika që hartuan për Shqipërinë bazuar në misionet e tyre fact-finding. Në qoftë se do ishte zbatuar, Shqipëria do ishte lofta
afër vend anëtarë ose popull anëtarë. Pra, kanë mbajtur, kanë patur interesa shumë serioze, shumë përgjegjshme. Përpjekja jonë është kjo, thjesht që Bundestagu të ruaj këtë interes që ka patur për këtë proces jetik për shqiptarë. Ne jemi një forcë politike që përkrahin kemi objektiv kryesor tonit integrimin Bashkimin Evropian. Ne kemi deklaruar pavarësisht nga mashtrimet që bëjnë lobistët korruptiv të Edi Ramës, apo vetë Edi Rama me ministrat e tij, por ç'është e vërteta, edhe lobistët korruptiv të Edi Ramës që nuk janë, se kujtonin se janë të pak, janë jo të pak. Ata përpiqen ta paraqesin sikur kjo parti nuk ka ndërmend në integrimin, por ka projekte veta në mënyrë të turpshme, por fatmirësisht këto mashtrime kanë marrë dhe janë kuptuar se ishin mashtrime të lobuara, të paguara nga Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar që me miqt tanë të vërtet procesit integrimit të kontribuojnë, të ndihmojnë që ky proces të jetë proces i bazuar në funksionimin e shtetit ligjor, funksionimin e ekonomisë së rregullt, që është dhe interesi absolut më i mirë i shqiptarëve. Më thani, akuzat absurde të Edi Ramës se ne po e denancojmë këtu apo atje dhe unë them dhe atyre pak individve që e mbështesin. Nacionalizmi mafioz, nacionalizmi i mafjes është strofula e mafiozve dhe s'ka asgjë të përbashkët me interesat patriotike atëtare të qytetarëve. Sipas tyre, ne duhet ta fshejmë, ne duhet të eksportojmë kartele droge, duhet vazhdojmë të kryesojmë. Kemi vendin parë në eksport e kanabisit, kemi vendin kryesor në transportit e kokainës nga Amerika Latine në Europë, e tjere në radhë, dhe këto duhet të fshejmë, këto nuk duhet të themi, në kohë këto ne i mësojmë nga bota, janë të gjitha agjensitë e huaja, se po tjetë për agjensitë e shqiptare, ato janë të droguara, ju e shifri, a ka gjë me tur, a ka me tur, se sa çdo javë një vend evropian vjen për ta arrestuar kriminal në koncentra. Asnjë, pse ndodh kjo? Se të gjitha koncentrat janë në patronazhin e shtetit, me krye Olsi Ramen, Amand Josifi, që i drejton nga Dubai e tjerë. Dhe ndaj këtu nuk ka. Këte javë ishin francezë, para tyre ishin austrianë, ishin gjermanë, në rrallë. Pra e kanë shkruar Shqipërinë, po e shkruajnë Shqipërinë në një grop të zezë, të turpshme, të vjedhjes, plaçkitjes, pensionizme të atyre vendeve. Po që s'u ndodhi kur të asnjë vendi, po vende që i ka vënë miliarda Shqipërisë në rrugën e saj. Por këto, sepse familja Rama, në këtë rast, Olsi Rama, është kryepeshkaqeni i koncentrave. Faleminderit.